Fusni këmbët në uthull molle për 30 minuta dhe do të shihni çfarë do të ndodhë. Kjo banjë për shputat e këmbëve do t'i gjallëroj pjesët e thara të lëkurës së shputave tuaja dhe do t'ju ndihmojë të zhdukni infeksionet kërpullore. Do të zbusë shenjat e plakjes dhe do të relaksoj muskujt në të gjithë trupin. Ekzistojnë mjaft mënyra që të shfrytëzoni uthullin e mollës në kuptim të bukurisë dhe të shërimit të sëmundjeve të ndryshme. Mirë po pak njerëz kanë provuar këtë metodë për këmbët e tyre. Mbushni 2/3 e legenit me ujë të ngrohtë. Shtoni një filxhan uthull molle dhe përzjeni. Zhytini shputat dhe mbajini në këtë përzierje së paku për 30 minuta. Më pas lajni këmbët me ujë të ftohtë. Uthulla eliminon kërpudhat në shputa dhe gishtrinj, dhimbje dhe skuqet midis gishtrinjve. Kjo banjë e shputave do të gjallërojë gjithashtu pjesët e thara të lëkurës në shputat tuaja. Do të ndihmojë tek infeksionet kërpullore, do të zbusë shenjat e plakjes dhe do të relaksojë muskujt e gjithë trupit tuaj.